Këto nuk e thashun. Po këto nuk e thashun. Jo, edhe një, jo përse një pyetje, edhe një filluat pyetjen që në fillim kujtuam se ke paqësorë dhe tani nuk është. Jo, pyetja ishte si po ju duket mënyra se si po shndërrohet në një farë mënyre protesti. E bëjmë dialog. Edhe një, ju flas në një vend kur shoh që bëhet fjala për hedhje vezësh dhe mielli. Po, është një akt simbolik, është e vërtet. Është thjesht një akt simbolik. Po. Dallimi i cili është nga Parisi ku ju flas, nga Berlini, nga Londra, nga Roma, dallimi ku është midis vezëve dhe miellit në Tiranë sot, dallimi vetëm është tek neve, vezët dhe mielli i bashkojmë bashkë dhe bëjmë torta. Po fund fare është i njëjti rezultat. Në kulturën e ligjvënësit, dhe ke neve që s'kjohet dhunë. Ata se pranova atë që thatë juve, më falë për ndihyrjen. Nëse policia nga ana saj mbi reagon, tu është dhunë. Po jo një protestues që hedh vezë dhe miell, më lejoni të gajasem. Edhe një, më lejoni të gajasem. Në Paris dhuna është kur i shkohet Arku i Triumfit, me ato, me bojrat. Po mirë, se patëm aty edhe një moment që u goditën me gur edhe kundrejt forcave të rendit. Pra e kishim momentin është fiksuar nga kamerat është të dukshme? Po, intifada që me gur, po, që shumë e dhunshme. Ku gjithën gurë aty në edhe njerë, ku gjithën gurë aty para parlamentit? Tani që aty pati goditje me gur pati, po se ndoshta qëllimi nuk ka qenë për të goditur efektivi i policisë pa diskutim, nuk mund ta themi këtë, sepse në një situatë ku duket se gjëja është duke vijuar, është më së normali që të ketë edhe kakofoni të tilla dhe ndoshta gabimisht goditet edhe një efektivi i policisë, patjetër. Nuk mund të them në asnjë moment që ka pasur një tentativë të protestuesve për të qelluar policinë. Këto nuk mund ta marr për sigurt ta them në asnjë moment.